Sot ditë e gjëmo, 16 janar 2026, a mund saj zoti me fol namaz gjëmos, të një hoqë shumë me kullushu, Mullah Fadil Musliju në Prishtinë, Mati Qanë. Edhe më dha drejk, për e atë ytë, unë damë, unë e erdha të vorët të dëshmore këtu në Prishtinë. General Jashar Salihu, i lindur 53-ën, 2000 kanë rru jetë. Ky Jashar Salihu kom nga una e pejes, nga unë vritër, edhe prej luftës mu mi ka lyp do kushte, a i plëtër një mës hajde ma leq. Se ka ushtarë bën mës hajde. Edhe i dyti është Lum Haxhiu, hajde na bazi pe Junikut, edhe im ka thonë prej luftës, a i plëtër në shtuaj mës hajde. Lum Haxhiu të zotë i dhash gjithat mirë këtë botë, edhe në heret ko shkëm, e Jashar Salihin, inshallah zotë i kam shiru me xhenet, shpirtin e tina, 079 bile se s'ka me ka post telefonin. Edhe gjithë këta dëshmorë këtu në Prishtinë, se s'mujnë mu nimru sa dëshmorët ka kanë, inshallah Allah i njeh për dëshmorët. Këta kanë njëftu për lirin tonë që po jetojmë sëtë. Edhe këta tjetë kënena janë Kumanov, që dikush i prejtin i ka prej mbes, i ka morë në qathë. Gjeladin gashi këtu. E këtu është, këtu në halasja kanë rregullu. Këta janë të Kumanovët tu. Allah i kanë qështu. Allah i pas më shëru me xhenet, e shahidi pas fol të gjithë dëshmorët.